bujku është profesion që është me sfidat shumëta. Ne të po gjumë, breshri, thatë temperaturat e larta, ndërkaq pak atje kem pos edhe kritika në qeveri në adres në programe deri tash. Apo vreni diçka që ka mangësi, që ka përsëritje të gabimeve, apo që ka risi për besime tash? Jo, deri tash unë nuk po vrej ndryshim. Nuk po vrej ndryshim. Çfarë do ministre, çfarë do qeveri le të jetë. Përderisa mrana për mrana, Ministrisë Bujqësisë, të programet zhvillimore, të Agjencionit për Zhvillimin e Bujqësisë, nuk largohet ajo plak, ajo klop e njerëzve që kanë bo ven atë, kanë bo strofullat e veta kanë bo. Përderisa ajo nuk largohet, edhe përderisa politikat zhvillimore nuk ndryshojnë, nuk është në rregull, e merr një traktor edhe mas 3 vjet e ki drejt për me shit. 3 vjet ose 5 vjet. E merr një fermë që ato muret nuk prishin të fermës, ato zgjasin 100 vjet, 200 vjet, ato kur muret e betonit ja nuk prishin. Edhe thot, e në shkun kontratën 3 deri në 5 vjet ki drejt për me mojt, masën e ban çka dush, e shetaj. Edhe nuk është në rregull me këto politika zhvillimore. Ai kur të merr një diçka, një projekt, kur të nënshkun me qeveri, duhet me konë minimumi 20 vjet. Unë kam traktor temën që e përdori i viteve të 10, hala e përdori. Dhe më thonë që 40 vjet, 50 vjet, jetë gjatësia atina, hala e përdori. Edhe plet farmer që i përdorin, edhe thot të 3 vjet merr edhe shite, ban çka dush, kjo është që mendori. Këto politikat duhet ndryshohen. Duhet të jipet farmerit që ka biografi, që ka historia të mirë, që ka një pedigre të mirë. Farmeri që ka mujt për me mrinj, për gjepit vet me punu, për njerëzës vet, me mujt me egzistu me najt për 25 vite në kom, duhet Ministria e Bujqësisë me përgatit politikat zhvillimore mu i përshtat farmerit, jo mu i përshtat matrapazve. Jo për me morë për të njëtën si përfaqe, për të njëtën parcel, me morë 3 herë, 4 herë grand. Njëherë me morë në emën qikes, njëherë në emën djallit, njëherë në emën kokës, kokës e raste, pa numër kokës e raste. Edhe jam shumë i sigurt, mbi 80%. A është e ka jo dhe ajo praktika që e ka marrë ai që në bazë edhe të shkollë që ka marrë gati. Na duhet bujqit të shkollum apo të pa shkollum? Jo, bujqit na duhet shkollum. Bujqit na duhet shkollum, po nuk e heku për menës që kemi bujq që janë pa shkollë, me një shkollë fillore ose të mesme, që kanë rezultate shumë të mira, edhe ti tash duhet mu i përshtat politika duhet mu i përshtat farmerit. Pa morë parasysh është i shkollum e pa i shkollum. Mas pare farmerit, edhe dyta të ne vjen. Ju po thoni sikur ajo anekdota, so proverbi, është një anekdot, ju në kishtë thonë të o babë tha po vjen daja, tha ani babë mirë se vjen, tha. O babë tha po vjen edhe nona me dajen, ani edhe daha ma mirë. Dhe më thonë me qenë me shkollë është edhe daha ma mirë. Po. Sepse pej bujkut pa shkollun, toni shofin sukseset, po kur të është një bujkut shkollun, një njeri me fakultet, a i njëkosisht i të bënë edhe farmer tjerë, ju jep këshilla tjerëve edhe suksesi është që atë. Sepse risit nuk mundet një bujk i pa shkollun për me grëmbullu risit e reja, teknologjit e reja, po i merë një bujk i shkollun, një njeri me fakultet. Edhe të na është fatkeqësia më e madhe që njerëzit me fakultet, njerëzit e shkollun shumë pak mirë në bujqësi, sepse veten shkojnë e gjojnë, ose në komunë, ose në digastere tjera, në Ministritë Bujqësisë, po e merë një rrugë edhe knaqet me qëto, ose, që që kemi rasë në Ministritë Bujqësisë, që nuk ngërrej për me thonë, kur zhvillohet korupcioni edhe që e banë shtrofëllin.